sepse njerëzit janë përgjigjur, njerëzit kanë ardhur, njerëzit kanë shprehur interesin e tyre. Mbi gjitha pas 4 vitesh ku për fat keq si kishte dëgjuar njëri, besoj unë që është një... Nuk i kishte dëgjuar njëri? Po patjetër, si ka dëgjuar njëri. Njësia 5 ka qenë 4 vjet pa deputet. Tani po ma kthen kështu si po e kthen? Pas 4 vjetësh. Jo, si ka dëgjuar njëri. Për 4 vite me radhë, njësia 5 nuk ka pasur. Po njësia 5 isha mbari deputetëve. Po, njësia 5 kështu është, kështu ka qenë, por ka qenë pa deputet. Këto 4 vite. Kështu që është një marrëdhënie e rivendosur në një kohë relativisht të shkurtër, edhe që vlen për datën 12 në vijim. Nuk vlen thjesht vetëm deri në datën 11, edhe për datën 11 vlen për nga data 12 e në vijim. Sepse me thënë drejtë unë kështu ditë punoj edhe kështu ditë bëj deputetin, duke folur me njerëzit. Jo duke folur me veten, as duke folur thjesht dhe vetëm me ministra, kryetar e kështu me radhë. Ja. Mendoj që kështu bëhet deputeti duke folur me njerëzit. Unë falenderoj shumë për këtë, sepse tani e kuptoj mirë dhe qartë. Unë e diam përpara që juve ju duan pse jeni kritik. Juve nuk u duan pse thoni rroft qeveria, rroft partia e të tjera, por unë do preferoja shumë që të më donin pse them të vërtetën. Jo thjesht vetëm pse jam mirë, por bën kritik. Përmes thënies së vërtetës. Që thuat vërtetën se kritik. Shiko Roland, këtu në njësi numër 5 në 2021 kanë marrë vot mbi 96-97 kandidat të gjitha partia. 34 kandidat janë vetëm të partisë time që kanë marrë vot. Nga 50 vota deri në 3200 vota. Wow. Pas zgjedhjeve të 2021 deri tani nuk e ka takuar asnjë. Po këtë deputet ka Partia Socialiste në këtë zonë? Nuk ka pasur deputet. Ka pasur po se ka qenë sistemi pa po ju vetë kishit jo sistemi e ka pasur një deputet këtu, ka qenë zoti Pandeli Majko, që për shkak të këtij thërmimit votës apo për shkak të asaj fushate që u bë në 2021 nga çdo kandidat që për fat keq po përsëritet në mënyrë më të shëmtuar të mundshme, nuk rezultoi deputet. Pastaj hyri në parlament dhe u dërguan Kukës, ndërkohë që këtu për 4 vite me radhë nuk ka pasur deputet të zgjedhur. Tani kujt është faji se zoti Marko ju thotë të çuan Kukës? I partisë time i kujt është faji? Po thuaj që e di Ramës domun. I partisë time, tash unë nuk vë faj asnjërin, nuk i vë faj asnjërit me emër me mbiemër të tjerë. Por fakti është që ka ndodhur kjo gjë dhe natyrisht nuk ka pasur deputet të zgjedhur këtu, deputet përgjegjës këtu. Unë dua ta falenderoj Delina Ibrahimin që ka bërë si ministre dhe si socialiste një pjesë të përgjegjësive në këtë territor, por deputet të zgjedhur, deputet zone që merret drejt për drejt me hallet e njerëzve, me shqetësimet e tyre, nuk ka. E kuptova. Këtë dua të rikthej, deputetin e zonës. Të kërkoj ndjesë, ne do vazhdojmë, por të kërkoj ndjesë për një falënderim që kam unë për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, Manigram Akinvest, si sponsor general i këtij emisioni me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Në fakt Akinvest Manigram ka një njoftim shumë të rëndësishëm. Institucioni pagesave për shërbim Manigram risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur është njoftimi i Manigram Akinvest. Çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri në 14 korrik me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent të Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet te Dila Shqiptare më datën 20 korrik 2025, me 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë herë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfert ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me nga i çmim 50.000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transfertën e tretë, ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me nga i çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Ky është njoftimi shumë i rëndësishëm i Manigram. Faleminderit edhe një herë Manigram Akinvest për mbështetjen që i jepni emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Besoj na mirë kuptoni për këtë hapësirë. Nuk ka. Zoti Braçe, ju hapët sepse unë doja ta nisja me një kisha përgatitur në skalet dhe bëri shumë përshtypje. I vetmi person që në këtë studio ka deklaruar votën është Kismet Meta. Do të thonë një socialist 24 karat. Jo vetëm 24 karat, nga socialistët të hershëm, Partia Socialiste që janë në thënjishje këtej. Ore, pse e voton Erion Braçën? Këtë votosh Erion Braçën. E deklarojmë. Pse e voton Erion Braçën? Ai kritikon qeverinë, ai kritikon majorancën, ai tha, po është i vërtet tha.
Unë kështu edhe deputetin tim. Ti thua tani s'ka deputet. Kjo po më habit Në njësi numër 5. Njësi numër 5. Ka pasur. Nuk ka pasur, për 4 vite me radhë nuk ka pasur. Atëherë njësia numër 5. Shikoni, ju jeni njësia numër 5 ja ku e ka deputet. Ju jeni këtu. Ju jeni këtu. Po. Jeni në njësi, jeni në zonën më të rëndësishme. Njësis 5 është komuna e Parisit, edhe më e populluar, edhe me dëndësi shumë të madhe, domethënë është një Shqipëri e tërë këtu brenda, dhe merrni pyeteni. Cili nga 96-97 kandidatët që kanë marrë votë në njësinë numër 5 është kthyer të bëj deputetin këtu? Është kthyer të dëgjojë njerëzit dhe të merret me problematikat edhe me shqetësimet e tyre. Cili nga 34 kandidatët e partisë time që në 2021 kanë marrë votë këtu, është kthyer dhe është marrë me problematikat me shqetësimet e kësaj njësie. Se këtë quaj unë të kesh deputet. Atëherë i bie faj drejtuesi Krang, kryetari i Degës Tiranës. Të kesh deputet në listën e PS-s apo të kesh deputet në përderonën e kuvendit është tjetër histori. Unë po them të kesh deputet edhe të kesh një zonë përgjegjësie dhe normalisht merresh me zonë. Qartë si fare. 4 vite pa deputet. Këtë dua të rikthej unë dhe këtë po ju kërkoj njerëzve. Unë nuk bëj premtime. Unë premtoj vetëm që do punoj. Dhe do bëj deputetin e zonës në këtë njësi, po edhe në gjithë Tiranën, për ato grupe që janë në fokus të shqetësimeve të mia të përditshme në raport me ekonominë edhe me gjithçka tjetër. Të shqetëson fakti që ka garë shumë të fortë brenda Partisë Socialiste? Garë? Ku ka garë? Cila është garë? Këtë i thoni garë? Ja, asaj që kemi tabelën. Ju lutem regjia letrën më saktë, fletën e votimit. Jo, fletën e votimit, se aty janë më të qarta. Gara është... Këto janë lista. Këto janë lista. Po, lista. Gara është tjetër gjë. Tani, brenda PS-s. Gara duhet jetë e drejtë, e ndershme, e barabartë. A është e ndershme gara në Tiranë? Për mua jo. Po do flas pas zgjedhjeve për këtë gjë. Nuk do flas pas zgjedhjeve. Jo, tani jo. Tani jo. Se unë jam personi që i kanë bërë dëm ndonjëherë Partisë Socialiste. Si kanë bërë dëm. Tani ti do flasë mbas zgjedhjeve nëse fiton apo nëse humbet? Në të dyja rastet, nëse fitoj, akoma më shumë, nëse humbas, akoma më pak. Akoma më pak. Po. Por, duhet dish një gjë, Erland, që unë nuk humb. Unë ose fitoj ose mësoj. Dhe normalisht situata si puna e kësaj të bëjnë, jo vetëm mësosh, po edhe të njohësh njerëz. E kuptova. Edhe më shumë brenda partisë. Gjithandej. Po jo, më shumë brenda partisë, gjithandej ja ku e ke. Po s'ka lidhje me këtë këtu, jo. Po them që e kuptoj. Tani, kam një pyetje teknike zoti Braçe. Ju keni kontaktet përditshme me njerëzit. A merrni duke sqaruar fletën e votimit sepse ure ku ta gjej Ron Braçe nuk këtu. Shikoj, ti je i dyti do thosh ti. Më kam vështirë ta bëj këtë gjë. Në fakt i kam dërguar banorëve të gjithë njësisë 5, po edhe gjërës së njësia 5. Një letër time personale për ta, ku shpjegoj veten, shpjegoj njësinë 5, shpjegoj edhe Tiranën e Madhe në atë letër. Secilit? Shpjegoj edhe çka ka ndodhur. Secilit? Secilit jo, po një për shtëpi po, se s'kemi mundësi secilit. Këtu banojnë 125.000 njerëz. Janë 76.000 votim. Dhe çfarë u ke shkruar në letër? Kështu që po letra është thuajse është bërë publike edhe në këto rrjetet mia sociale. I shpjegoj kush jam, ku kam punuar deri Jo, kjo okej, po unë them ore pjesën teknike se kur pyeta po, në anën e pasme të letrës ka edhe një shpjegim se si votohet. Shkohet ke pesa që votohet Partia Socialiste ke kutia e madhe aty lart. Dhe normalisht vjen ke lista e poshtme, ku Erion Braçe është i dyti në... Jo, për fatin tënd nga që kem emrin me B, je lardo dhe i dyti. Po të tjerë me thënë drejtë ti zë makinat të kontrollosh atje në... Se di këtë pjesë nuk... Po ky nuk është sistem votimi, kjo nuk është garë. Kjo gjëja që shikoni këtu nuk do të sjellë një parlament të denjë. Qoftë me atë pjesën e vogël atje, me ato gërmat e vogla ku nuk e dhënë. Lista e mbyllur. Qoftë në këtë pjesën poshtë, unë mendoj që kjo nuk është garë. Garë është ajo që... Ju e bët. Po ke drejt në këtë aspekt, janë bërë pishman shumë që kanë votuar, po kështu është kur shkon mbas asaj ides që duhet bindesh edhe mos bësh gjithmonë atë personin që ri përballë dhe bën pasqyrën e tjerëve. Po për mua garë është ajo që kanë bërë në 96-ën, se ma kanë përmendur shumë këtë, se garë tani duhet me ju bind garës tash. E shumë e rradhë. Tani në 96-ën, kur unë kam hyrë në parlament, kam hyrë në listë një emërore.
që do thotë kisha një zonë elektorale që fillonte Poliçane dhe mbaronte në mes të Beratit. Dhe normalisht në atë zonë një emërore kisha 4, 5, 6, sa ishin atëherë, përballë dhe me ta po patjetër garoja. Unë jam ka hil që t'i kem edhe këta gjithë, sa që kom piktu. Sa vjeç isha atëherë? 200 veta, të kemi 200 veta, se më mend tash. Po them 200 veta le të vinë ty në një zonë një emërore edhe normalisht marrin vota. Po ty në një zonë emërore, po kështu është pa mundur dhe kjo nuk është garë. Dhe natyrisht nëse do kthehem, po, dhe do kthehem në parlament do lëboj për tjetër sistem zgjedhor. Të ndryshohet kjo. Një reformë të plot të gjithë sistemit zgjedhor edhe një reformë të plot edhe të parlamentit dhe të parlamentarizmit për t'i kushtyer pse jo edhe para njerëzve, po edhe për t'i dhënë rëndësi deputetit, për t'i dhënë fuqi deputetit. Se me thënë drejtën në gjitha emrat që ju lexoni, po, shumica dërmuese e tyre nuk e dinë se çfarë do të thotë ti është deputet. Pjesa dërmuese e këtyre e dinë deputetin vanitet, e dinë deputetin kapardisje, e dinë deputetin përfitues, e dinë deputetin në shumë raste edhe grabitës. Këta nuk e dinë se ç'do të thotë ti është deputet. Ne këtu e kemi shumë për PS-n. Jo më po them për gjithë të që shikoni ju nga. Atëre edhe PS ja futet këtu. Po kam edhe në PS plot. Tani ajo 12 që atje zoti Braçi. Ju lutem që ta mbaroj këtë gjë. Po. Dhe për ta kuptuar një herë mirë këta çdo më thënë ti je deputet, deputeti është punë. Është punë. Nuk është asnjë nga ato që ju listova pak më herët. Mbi gjitha nuk është vanitet. Sepse me thënë drejtën, unë njoh ca njerëz që kam darë jetën me ta në Partinë Socialiste për edhe në Kuvendin e Republikës Shqipërisë që janë paq nderuar sa ç'ditën që kanë qenë në sallën e Kuvendit. Musa Ulqini është njëri që banon këtu. Drelegisi është një tjetër që banon këtu. Banush Goshdari, Elona Gjebrea, janë njerëz që janë këtu. Dhe në apokatet tjerë që s'kanë qenë deputet fare se Kismeti, që janë këtu edhe janë njerëz të nderuar gjithashtu. Edhe që natyrisht kanë ngelur të tillë sepse deputetin e kishin punë. Nuk e kishin deputetin as kapardisje, as grabitja, po e kishin deputetin punë. Dhe doja t'ja u thosha gjithsej listës madhe që shikoni këtu dhe t'ja u thosha sot. Në qoftë se mendojnë që duke hyrë në parlament do shndoshin një pjesë bizneset e tyre, një pjesë llogaritë e tyre bankare, një pjesë portofolet e tyre kështu me radhë, kanë gabim. Sepse që në datë 12 do t'ju bjerë telefoni nga ata njerëz me të cilin kanë folur gjatë fushatës zgjedhore. Ku do ju kërkohet me ngul që të kthehen atje, të dëgjojnë njerëzit po prap, edhe të zgjidhin problematika që njerëzit i shqetëson. Pra është punë, ti je deputet. Nuk duket që kjo është e vonuar zoti Braçi për ju që po e bëni këtë gjë, se kjo është një gjë e mrekullueshme. Unë po kënaqem që po e dëgjoj, po bërë aty ku kam qenë. Jo, ju në Partinë Socialiste keni qenë. Fal, po unë nuk jam deputeti që jep leksione në Partinë Socialiste. Jo, unë kam qenë njëri nga deputetët që ka punuar. Edhe për Partinë Socialiste, po edhe për njerëzit që e kanë zgjedhur. Kështu që, me thënë drejtën, më takon mua t'ju jap leksione, po me që jemi në fushatë dhe këta tani nuk janë në sallë leksioni, por këta janë të gjithë në fletë votimi. Doja t'ju thoja që duhet kuptojnë sa parti dhe mundur që deputeti është punë. Shumë e bukur. Deputeti është punë. Në fakt nuk rezulton kështu.